Do t'ju tregoj kuriozitet. Ky këtu është legjenda e metalurgjikut inxhinier Fatosi. Hajde shikojeni edhe këtë kryegjinjer në famshëm i Lil që ka oficinën më të mirë në Shqipëri. E kuptoni ju kush po e monton këtë fabrikë që ka nga Norvegjia? Ilia, sa vjeç vajte vëlla? 69. Fatos, sa vjeç vajte? 68. 60. Tashti moshën mesatare qiteni vetë ju, i tako mosha mesatare jona 65. Mosha jonë jemi specie në zhdukje. Po që jemi specie në zhdukje, Po kush do na zëvendësoj? Po tash nga rrjedh kjo që ne vazhdojmë punojmë, nga dashnia që kena për punën nga rrjedh. Po ajo është edhe një kjo dhe e dyta është se neve nuk kemi ku ta çojmë topin. Ne jemi vetë në krye detyrës dhe derisa kemi pikën e fundit. Ku do me lënë trashëgimi gjithë ato oficinë që ke? Unë kuj do t'ja lejë trashëgimi, si është Ky punën? bres që ka ardhur sot është duke ka shumë qejf punën. Ne kemi shumë eksperiencë për këtë punë dhe shkollat që na vinë nxënësit për studiu edhe për të mësuar. I bim për foto, vetëm me dalë në... Kanë menin ke celulari Po. edhe ke e dalë me shpejt, maron sa më shpejt i tikin. Asi nuk përfundon në Asi oficinë. nuk ka përfundon në oficinë. Domethënë gjithë oficina kemi ngel me moshën mbi pension. Domethënë mbi 65 vjeç jemi. Për ta montuar këtë fabrikë, norvegjezët në kërkuan qimet e kokës. Tashi unë po e montoj me këta burra që mosha mesatare na bie 65 vjeç. Dakor? Dhe po i kërkoj specialistët në Rumani, në Bullgari, në Egypt, me rroga jashtëzakonisht mira. Dhe çunat tonë tri që janë si drita, një gjutë zotnin, që është nga stekat e vjetra, është nga krenaria e mekanikës shqiptare me ato oficinë që ka. Po ktheuni më, por mblidhni më mend të kres, se 3.000 euro në muj, një specialist i mirë, mekanik, lene një inxhinjerim, po mekanik, që të ju japi diplomën ky burr, se nuk ja u jep shkolla diplomën, po ja u jep praktika, ja u jep ky inxhinieri këtu, Fatosi, ja u jep ky zotnia këtu, Ilia. Shikojeni, duke morë teknologjitë e funit botërore. Hajde Elia, hajde